Zoti Hamza e ka pas qartë prej ditës parë kur ka garu për Mitrovicën që do të garoj për një mandat. Argumenti kosht, as keni dosht ju si kryesi në bas të drejtës demokratike si parti, as ka dosht Zoti Hamza. Se ndërtojt absurdi, për ka paradoks. Së është ishë absurde, vetëm dosht me leju me shpiku. Zoti Hamza e ka marrë në një kohë shumë të vështirë një barë. Ka qeni vetëm që mundet me fitu atë kubot në Mitrovicë. Pra, pikërisht kjo që po e them, ka qenë në kryetari kuvendit Kosovës, mas një karriere të jashtëzakonshme si ministri i financave dy herë, guvernatori i Bankës Qendrore, shefi i grupit parlamentar etj. Dhe e ka parë një barë të përgjithësisë. Çka? Me fitu Mitrovicën. Dhe e ka bërë një punë të jashtëzakonshme, ka fitu pa balotazh, por edhe 4 vjet e ka transformuar qytetin. Prej fillimit është kone qartë që dëshiron me pas vetëm një mandat aty dhe realisht ka pas një investim politik tek në kryetari i komunës të Arjan Tahiri, që është një prej figurave treja më të veçanta, më të përgatitura, më të jashtëzakonshme që ka Partia Demokratike e Kosovës, jo vetëm Mitrovicë, po brenda krejt strukturës tonë. Dhe ka qenë e pritshme. Bile ju e keni pa në 2 vitet e fundit, Arjani ka pas përgjithësi e më shumë se sa një nënkryetar normalisht që shiko dhe është përgatit për këtë garë. Pra, ne fitojmë edhe me Arjan Tahirin.